tek çështja Balluku mund të ketë bërë në gjë që është bërë pa lejen e Ramës. Dhe gjithë sistemi i Ramës është thotë, jo që te mua zvini, po as njerëzit e mi si merrni dot pa leje. Dhe kjo në optikën time e ka, po kjo është hipotezë, këtë e kam pa fakte. Lenci, prisit të vendim të gjykatës kushtetuese? Dhe pse ky angazhim apo investim kaq i madh i Ramës? Jo. Ndryshe nga rastet tjera. Nëse më lejon do të them që ka një keq kuptim shumë të madh me vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse si gjithmonë ne lexojmë vetëm një pjesë të asaj që shkruhet edhe nuk i hym në thellësi. Është krijuar ideja që vendimi i gjykatës kushtetuese ka prapsuar masat e sigurisë personale për zonjën Balluku, në fakt do thënë thjesht i ka pezulluar për një kohë të dytë. Ka pezulluar pezullimin. Çështje dhe përkohësisht ka pezulluar pezullimin, përkohësisht. Ka vendosur, pra ajo zonja sot është detyrë. Ka vendosur është detyrë po pa pasaport. Ka vendosur Ka rëndësi pasaport është tjetër. Kjo është mas tjetër. Ka vendosur që këtë bast mes pushtetit ekzekutiv dhe sistemit të drejtësisë ta shqyrtojnë në një datë të mëvonshme, pra në datën 22 janar. Dhe deri atëherë, pra deri në ditën që do të shprehet, mirë do të ishte ta kishin bërë më përpara, por kaq e kanë gjykuar ata, kanë kërkuar kohë për të dhënë vendimin. Dhe deri atëherë është pezulluar pezullimi për një arsye, për të shmangur pasojat që sjell vendimi në këtë. Është pezulluar pezullimi. Pikërisht pra. Dhe kjo për momentin është momentale, kështu që as ata të cilët hapën shampanja po hodhën fishek zjarr diku në jug të Shqipërisë, as ata të cilët e shikojnë me shumë. Kush ishin këta në jug të Shqipërisë? Në Fier, në Patos, ka pasur fishek zjarre. Kushinte Zekinet. Jo, unë nuk përmend emra se nuk e di. Jo, nëse e thua ti, pavarësisht se ti mund ta thuash me të qeshur, Zekineja ka shkëlqimin e vet dhe nuk ka nevojë për fishek zjarre. Fishek zjarre. Ajo që di, që edhe këtu nuk kam prove dhe fakte, di që në debatet e brendshme që janë bërë, fillimisht ka pasur një rezultat tjetër. Vendimarrja e tyre shkonte 4-4 dhe në momentin e fundit njëri nga antarët e gjykatës kushtetuese ka ndruar mendim dhe ka sjellë rezultatin 5-3. Tani historia është pak e komplikuar për t'u shpjeguar, po ka diçka. 1/5 e deputetëve, ndryshe nga sa u tha në rastin e zotit Berisha, është gabuar atëre. Mes retutje do të duhet ishte kështu. Presidenti apo kryeministri kanë tagër ta vendosin, ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Dhe vën edhe në dy mënyra të ndryshme. Ju po thoni gjykata kushtetuese gaboi me Berishën? Është saktë tani. Po. Gaboi kur 1/5. Të njëjtë gjyqtarë që kanë votuar kundër Berishës kanë votuar me argumentin e kundërt për Balluku. Kur vendosin ose tentuan të na mbushin mendjen që 1/5 e deputetëve të kuvendit nuk legjitimohen për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Sipas mendimit tim apo dhe shumë juristëve të tjerë, sepse tërheq mendimin e tyre pa ju a them ju. Dhe thash, këta tre element, pra presidenti, kryeministri, 1/5 e antarëve të kuvendit e vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese ose për çështje abstrakte ose për çështje konkrete. Domethënë për një bast të krijuar apo për një sfidë të krijuar në një moment të caktuar, pyetet gjykata kushtetuese si arbitër i epërm, çfarë ndodh në këtë rast? Siç mund të ndodh edhe për raste konkrete. Në këtë rast unë rilexova kërkesën që qeveria dërgonte në gjykatën kushtetuese dhe kishte të bënte me kategorinë e parë, pra me rastin abstrakt. Pra, pa lidhur me emër. Ndërkohë që në qoftë se lexon, nëse lexon, në rastin e Arben Ahmetet, Altin Dumani thoshte ka rrezik të intimidojë dëshmitarët, ne duhet në burg. Ndërkohë që zonjës që ka akoma të drejtë firme, nuk i kërkon imunitet dhe arrest, është shumë të drejtë për një arsye. Jo vetëm që ka kontakt me dëshmitarët, por ka dorë direkt mbi dokumentat. Ke të drejtë për shumë arsye. Njëti prokuror, që për Arben Ahmetin thoshte mund të intimidojë dëshmitarët. Pra mund të prish pllakat e banjës në shtëpi. Për zonjën nuk e firmos të arrestimin edhe pse kthehet detyrë pikërisht prit një herë në vend të krimit. Jo, prit një herë, se nuk e di se çfarë ndodh.